Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin rrugor Peshkëpi Kot. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 minuta, ku një automjet i tipit Volkswagen me targat AB 541 TT doli nga rruga dhe përfundoi duke goditur një shtyllë të tensionit të lartë. Sipas të dhënave, në mjet udhëtonin dy shtetas, të cilët si rrjedhoi e aksidentit u plagosën lehtë dhe më pas u dërguan për ndihmë më të specializuar mjekësore me auto ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Fatmirësisht, pas marrjes së ndihmës mjekësore, ata janë raportuar jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë shkuar dhe shërbimet policore, të cilat po vazhdojnë ende të jetojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Si pasojë e aksidentit në fjalë goditjes së shtyllës, shtylla është rrëzuar në tokë dhe përrjedhoi, zona ka mbetur pa energji elektrike për disa orë. Gjithashtu, përgjatë 24 orëve, policia e qarkut të Vlorës, nëpërmjet specialistëve për hetimin e krimeve në policinë Vlorë, ka referuar materialet në prokurori dhe ka proceduar penalisht për veprën penale plagosje e lehtë me dashje. Shtetasit DB 32 vjeç dhe FG 33 vjeç, banues të dy në Vlorë. Pasi dyshoi se gjatë një konflikti të ndodhur në datën 22 shtator në lagjen 24 maj, kanë goditur duke dëmtuar fizikisht shtetasin LB 40 vjeç banues në Vlorë, i arrestuar nga policia përgjatë të mërkurës për veprën penale, prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Po nga këta specialist u referuan materialet për vlerësim në prokurori, pasi në datën 24 shtator në lagjen ujë ftohtë, si pasojë një shkëndije elektrike të aspiratorit, ka marrë flag dhe është djegur një beach bar në administrim të shtetasit RS. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Sarandës kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin GM 32 vjeç banues në fshatin 6, pasi në datën 23 shtator në fshatin Metoj Sarandë, për motive të dobta, ka goditur me grushta dhe dorez metalike shtetasin SM 23 vjeç banues në fshatin Metoj. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.